Quhem Arbria Bardhi, jam e mia e Frok Bardhit dhe Everest Bardhit. Unë jam shumë krenare për ata të dy. Babi dhe vllai im u dhunuan gjatë protestës dhe sot ndodhen në komisariatin numër 3. Si pi, jo më thëmë, por si qytetare jam shumë e shqetësuar. Unë nuk jam tu për hapur urrëtie, jam tu për kërkuar drejtësi. Askush nuk do të dhunohet për shkak të bindjeve apo sepse merret pjesë në një protestë. Ju bëj thirrje të mos rishtin përballë drejtësisë, të ngrem zërin me dignitet dhe qetësi dhe guxim. Drejtësia është privilegj, është e drejtë e çdo qytetari. Bravo Shqipëria! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Besoj duke se sheshi është mbushur plot. Pavarësisht se i penguan në Portugala shqiptare, që është e tmerrshme dhe pa precedent, diaspora shqiptare ka ardhur. Ajo është tu, krah për krahën e për t'i dhënë goditën e fundit të regjimi. Kam knatësi që fjalën t'ja jap njërit prej tyre që ka bërë rrugë nga Britania e Madhe. Mirë mbrëma, motra dhe vëllezër. Mirë si u gjej, është knatësi t'ju shikoj gjithë bashkë këtu si qendrëstar duke protestuar për çunat të cilët sakrifikohen sot në qelit e regjimit të Edi Ramës. Unë advokoj në Britani dhe shpesh kur citoj konventin evropian e drejtave të njerëzit, autoritetet atje janë shumë ndjeshme. Ndërsa zotnia këtu mbrapa bashkë me Taulen Ballin demonstrojnë që s'kan fare respekt për ligjin, fare respekt për faktin. Shqipëria është anëtare e konventës të drejtave të njerëzit. Artikulli 11 na garanton të drejtën mu bashku dhe me protestu. Artikulli 10 na garanton të drejtën e fjalës lirë. Artikulli 3 i thot qeverisë që duhet të garantoj që kur qytetarët ndalen të mos kestrajtohen dhe të mos torturohen. Kjo klik autoritari i regjimit e Edi Rama ka dhënuar artikullin 11 Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, artikullin 10 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, artikullin 3 të Konventës të Drejtave të Njerëzit, ku vëllezërit tonë, Froku dhe Arbër Leshi, aktivisti nga diaspora dhe të tjerë po dhënohen dhe kestrajtohen në qelit e krimit të autoritarit Edi Rama. Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Lironi çuna! Respektoni konventën evropiane të drejtave njerëzit, ku Shqipëria është anëtare prej 20 viteve. Edi Ramës, mbretit pakonor, Don Kishotit të fundit, Don Kishotit i cili na shpik dhe na krijon beteja, një ditë me agent Tiranit dhe një ditë tjetër me agent grek. I them që betejën nuk e ke me agent huj, por e ke me shqiptar. Shqiptarët kanë dhënë luksin e 4 mandateve, por ti e ke bërë palë ndaj shqiptarët e diasporës dhe shqiptarët brenda kufirit janë bërë bashkë dhe të kanë vend një kusht: dorëhiqju, dorëhiqju, dorëhiqju. Ti i ke zemëruar shqiptarët anë mban botës dhe në Shqipëri. Na erdhe si shpresë, por një bërë shkelim, ndaj hapi rrugën proceset demokratike, ti japin fund tranzicionit. Ndaj kërkesa
interesat tona të përsëris. Tërheqje pa kushte dhe t'i hapësh rrugë qeverisë tranzitore politike për të përfunduar tranzicionin dhe për procese demokratike të mirëfillta. Kjo qeveri teknike duhet të mandatohet që të garantoj këto procese demokratike. Një, të garantoj ndryshim të kodit elektoral nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, ku vota çdo shqiptar nga veriu në jug të jetë e barabartë. Të him në zgjedhje me listat hapura, se vetëm kështu ju kthejmë shqiptarëve parlament funksional, parlament vëdhjerash, dhe japim fund parlamentit të jendriçarëve, parlamentit të shqiptarëve. Të kemi zgjedhje të cilat numërohen në mënyrë elektronike.